Mendoj që unë apo nuk e di nëse kjo është e përgjithshme, asnjë gjë nuk më jep më shumë kënaqësi se koha që kaloj me fëmijët. Nuk ka asnjë gjë. Dhe kur e mendon ndonjëherë thonë, po ke bërë ka gjëra në jetë etj, po kjo është diçka që ne na jepet për një kohë të përcaktuar, pra nuk do jetë e njëjta gjë gjithmonë. Në drejt. Dhe kjo faza e rritjes, edhe e faktit që ata varen kaq shumë nga ty për kaq shumë gjëra, duhet merret si një privilegj. Pra unë e marr si një privilegj faktin që jam kaq e rëndësishme në jetën e dikujt, saç mund të jem në jetën e fëmijëve të mi. Dhe nuk është çështja e nevoja, por është tek ajo lidhja, tek ajo marrëdhënie që ti krijon. A të pëlqejnë këta si njerëz, do me thënë, ti patjetër t'i dush fëmijët e tu. Në të gjitha rastet, në të gjitha skenaret, nuk ekziston asnjë alternativë kësaj. Po a të pëlqejnë këta njerëz si njerëz, pra pavarësisht se janë fëmijët e tu, a të pëlqen të kalosh kohë me ta?